Interesi më zgjedh make-upin. Okej, nisim me bazën. Bazën e make-upit do bëjmë si kjo. Është shumë minimaliste dhe nuk ka blush. Prandaj si fillim do vendos my skin tint. Po përdor këtë skin tintin e Kylie-t. Lëkurën e ka shumë glowy, prandaj për bronzer po përdor këtë bronzerin Skin Enhancer të Marios. Pastaj do i shtoj dhe highlighter sipër. Një concealer të hapur dhe highlighter. Po i bëj dhe set concealerit dhe vazhdojmë me syt. Okej, tani për syt. Pjesën këtu e kam më shumë si vis të drejtë me ngjyrë kafe, po unë dua ta sfumoj pak dhe ta theksoj me një ngjyrë pak më të errët. Të ngjyrën në mes më zje kam gjetur, është më shumë si kjo këtu. Kjo në sy që ka pak si jeshile, duhet të jetë pak më në blu. Prandaj po shtoj sipër dhe një eyeshadow blu. Pjesa në mes mat dhe këtu i vjen e hapur. E dija që nuk do më pëlqente si eyeshadow. Tani që rrethova dhe pjesën poshtë, po duket pak më mirë. Okej, mbarova dhe me syt. Prapë kam të kjo ngjyra që nuk është se më ngjit shumë, ama prapë nuk duket keq. Tani vazhdoj me vetullat. Prit. Po më pëlqej kanë kështu të trasha, kaq të trasha sa i kishte dhe vajza. Vetëm mos të bie kuqet e buzët. Ky është dhe make-up i përfunduar. Përfundimisht ky eye look të syt nuk është se po më pëlqen. Edhe buza me këtë, prandaj do jap një 6.5 nga 10. Dhe më nëse e vlerësoni ju këtë make-upin.